Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme me live-in tim do shkojmë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, do të hap dritaren për një zonjë, për një nënë e cila quhet Entela. Për të gjithë besnikët që ndjekin live-et e mia, besoj të ta kujtojnë Entelën me këtë klip që unë dua ta prezantoj në këto momente, sepse vetëm për para disa ditëve ka qenë me mua dhe ka treguar shqetësimin e madh që ka në vendlinjen e saj në qytetin e Korçës, pasi Entela ka 8 vite që është larguar nga Shqipëria drejt Amerikës. Më shumë për shtëpinë e kam lodhjen, se kam punuar me 2 punë këtu, edhe sot nuk kam asgjë. Dhe në shtëpinë e xhaxhait të burrit unë jam bërdado. Ja u lanja, ja u shplanja gjithmonë para se të vinim nga Greqia, Odeta. Edhe sot mua më morën shtëpinë, nderuar. Nuk e dinja unë kur kam erdhur këtu e kam marrë vesh, Odeta, që shtëpia time do shiteshe. Jeton 10 vjet aty, ikën në Greqi, bënin edhe do të shtëpisë, edhe kur vjen puna, të merr të nxjerr jashtë. Ajo vetëm blet fëmijët në probor, ajo është, më fal për shprehjen, si shtrige barbardës. Që në fytyrë, po ta shikosh, që në fytyrë, edhe der në shprehje. Ajo s'do komunikime neve, Odeta. Nuk ka dashur moj, Odeta. Po si jo më shisni shtëpinë, po më nxini djalin, kam qara aq shumë sa më ka rënë të tikt. Edhe kam qenë vetë në shtëpi. Kur jam përmendur nuk e di. Nuk e di, Odeta. As unë se di kur jam përmendur. Vetëm se lotët tim kanë 8 vjet nuk janë ka rishtur këtu. I dëgjuam këto momente të shkurtra të Entelës kur ishte në live me Odetën dhe tregoi problemin që kishte me pronën, duke akuzuar nusën e xhaxhait të bashortit që kjo e fundit ka sjell gjithë problemet me pronën që ata kanë në Korçë. Sot ajo kërkon të hyjë në live pasi ka patur një tjetër zhvillim, le të themi një tjetër konflikt më sakt, të shprehem më sakt, një tjetër konflikt në pronën e saj ku sot në atë banesë jeton vetëm kunati i Entelës dhe ajo kërkon që ta denoncoj sërish, gjithë me shpresën që shega do e dëgjoj, sepse kjo e fundit ka ushtruar, nuk ka bërë vetëm korrupsion në pronën e tyre, por ka ushtruar edhe dhunë tek familjarët e Entelës. Por çfarë ka ndodhur? E hap dritaren dhe ftoj me njerë zonjën Entela. Entela, përshëndetje. Përshëndetje, Odeta. Si ke qenë? Mirë, si e ti? Mirë, jemi të dyja së bashku, pas asaj bisede të gjatë që patën dhe më tregoi gjithë problemin me pronën, ka të tjera probleme që kanë ndodhur këto kohë të fundit? Neve nuk na lerat pala blerse. Vjen na shqetëson, kërkon të hap një kanal për të futur ujin, që nga rruga kryesore, dhe kërkon të afutën në përmjet oborit tonë dhe të dalë në punët që po bën ai. Por ju vërtet jetoni në Amerikë, por keni djalin në Korçë. Unë kam djalin në Korçë, po djalin nuk jeton, sepse aktualisht shtëpia time është e pabanuar. Dhe unë dilja në një obor me palën shitse që ka shitur shtëpinë e saj, edhe në një obor me kunatin, vjerën që ishin më përpara. Tash jeton kunati në atë shtëpi, në shtëpinë e Vjerit, ku unë jam aktualisht po pronare në atë shtëpi. Jam edhe atje bashkëpronare me 2 vëllezërit e burrit, edhe në shtëpia ime që aktualisht është e pabanuar. Por kunati çfarë të ka thënë? Sa i të ka njoftuar për këto? Kunati më ka thënë që na ka bërë denoncim në polici, e cila ka kaluar në prokurori, dhe prokuroria ka dërguar fletën që unë e kam sqaruar e ka sqaruar vajza, se neve nuk i kuptojmë, Odeta, shumë. Në ligjore, qartë. Unë e gazetare merrem me to. Dhe ajo, njëherë kërkoj ndihmë se sa rido do unë, është e qartë ajo. Po, edhe e ka sqaruar me detaje. Po, prokuroria u ka nisur një flet. Dhe në prokuroria çfarë u ka shkruar aty? Prokuroria thoshte që s'ka të drejtë, ai vërtet mund të jetë bashkëpronar me juve,
Po nuk ka të drejtë sepse ai është blerës. Pra, prokuroria u Dhe derisa prona është e pandarë, ai s'ka të drejtë të bëj asnjë lëvizje pa lejen tuaj. Prokuroria u ka dhënë të drejtë juve. Po, prokuroria na ka dhënë të drejtë. Por ju keni frikë se ndoshta në gjykat ndodh diçka. Po, unë kemi frikë sepse ata vinë bëjnë presione dhe kërkojnë me domosdoq që kunatin ta futin brenda, që ata të punojnë reat atu. Sepse unë djali nuk e lejoj, unë ta kam thënë dhe ta them. Ne kemi punuar gjithmonë me ligje. Ne nuk jemi ndeshur ndonjëherë konflikt me palëmblerse. Vetëm e kam thirrur në shtëpi, brenda shtëpinë time kur unë kam qenë vet, kam dashur që neve të merreshin vesh që ata të na dëmshpërblenin me diçka për shpinë që mua ma kanë dëmtuar dhe ata mua nuk më kanë njohur pronar. Të drejtë kanë se unë nuk kam tapi për atë shtëpi. Unë atë e fitoj me parashkrim fitus. Shtëpinë që ndërtove dhe jetove me burrin dhe fëmijë. Shtëpinë time që kam jetuar 30 vjet. Ku në të cilën Michel Pili sot mua ma prishi sepse ai e ka blerë, po si e ka blerë? Vetëm shtesën, vetëm një shtesë e ka blerë në shtet. Ku ai ka shpenë një fletë gjyqi, ka vajtur në elektriku, ka marrë një fletë kur unë kam bërë lidhjen e dritave në 2016, që kjo është e vërtetë që unë e kam lidhur, po, gjatë viteve të tjera, me se kam jetuar unë pa drita pa ujë, jo, unë, mua më kam ndihmuar Vjeri Vjera, e kemi lidhur në 1 saat, dhe e paguante Vjeri. Unë i kam ato kontrata, ja kam shpen avukatin 2 pjetra, këto gjera, dhe ato dihen shumë mirë, unë i kam në dosje, po Micheli nuk i di këto, sepse Micheli nuk ka bërë gjyq me mua. Micheli është blersi i pronës tënde. Blersi i gjysmës që është prishur ajo pjesë. Nga Micheli është prishur. E dashur Entela, ndalemi tek prona që ti ke pjesë të Vjerri, sepse aty ai kërkon të fusi një tubacion, që kalon në vendin tuaj. Po. Por kunati juaj çfarë i ka thënë? Se tani nuk ka logjik të vitë para obo. Kunati im i ka thënë vetëm kaq, që unë nuk të lejoj, vërtet i mund të jesh bashkëpronar me mua, unë nuk të lejoj. Ti ndaje pronën edhe bëj çfarë të duash. Pa i s'ka si e ndan, sepse shumë metro i ka nga pjesa e tonë, nga Vjeri Vjera, edhe një gjë tjetër. Shega Haxhi, si e shiti këtë pronë me gjithë shpresën? Nuse e Xhaxhait të burrit. E Xhaxhait, me gjithë motrën e Vjerit. Si e shiti këtë pronë? Pa na njoftuar ne, që ne duhet ishi blerësit e para ty. Në qovë se ne nuk kishim tablinin, kishim të drejtë të jepnin firmë, po dhe s'kishim të drejtë të jepnin firmë, për ta shitur në blerës të tjera. Kjo gjë nuk është marrë nga këto. Ato kanë bërë një shitje të rreme, me mendjen e tyre, që sot kanë ndodhur këto konflikte. E qartë, e kuptoj. Entela, ka pasur në një reagim nga ana e Shegës? Asnjëherë në këtë botë, Odeta. Asnjëherë, Odeta, në këtë botë. Ajo ka qenë dhunuse në familjen tonë. Dhunuse në Vjera ka dhunuar dhe Vjerën. Pavarësisht se ne s'kemi bërë denoncime, sepse kishim Xhaxhanën në mes në atë kohë. Si, 2 kunatat janë dhunuar me njëra tjetrën? Jo, ajo e ka dhunuar Vjerën time, sepse ka mbjell një lule në një pjesë të oborit ku i bashkonin 2 dritare, dhe i ka vajtur nga brapa dhe i ka goditur. Unë Vjerën kam pasur një Vjerë, nuk di si të ta përshkruaj, jo se ka qenë Vjera time. Po ka qenë një grua, ka qenë kuzhinjere tjetër në turizmi të rjetën, dhe ka qenë një emër i dëgjuar në Korçë. Dhe ajo ka vajtur e ka goditur nga mbrapa për mbjelljen e një luleje në qoshe të dritares. Po mirë, nuk... Se shtëpia ka qenë në formë leje. E qartë. Dhe 2 dritare kanë qenë dritare Vjerës edhe dritare kësaj e oborit.
Kjo ka jetuar në Greqi gjithë jetën. Thira për të zbukuruar oborin, për të mbajtur, se ne e mbanim atë shtëpi. Ne e mbanim. E qartë. Ajo nuk jetonte atje. Ajo brenda e kishte kuthret qameti. Dhe ata që e blen vetëm për një obor çfarë kam ndërtuar nuk e di, ajo pjesë nuk më intereson dhe nuk më interesoj në pala tjetër. E qartë. Kisha shumë për të thënë për ata, se ata asnjëherë desha që të binin dakord, po mua nuk më njohin. Kur mua nuk më njohin pronare, unë po e ruaj atë të tyren edhe këtë radhë, erë tjetër nuk i dihet se çfarë mund të them. Që është kokë e madhe shteti është, unë e di kush është dhe ata ta din shumë mirë, se budallë nuk ka Odeta, që të vish të më marrësh ti mua shpinë, të më nxjerrësh djalin jashtë, ka 2 vjet djali po jeton me qira, që aty derdhi e dilnin a krepa, si kanë shpëtuar fëmijët e vegjël aju lartë e di, po do ketë një shosh perëndie edhe për neve. Ata i shikojnë që ku arrin në ligjet Odeta, i shikojnë çfarë po vepron Spaku, i shikojnë der ku janë, publikojnë gjërat që u del koka një ditë. E vërtet Adel. Unë nuk do ta lej këtë çështje, ja u kam thënë dhe po e them. Nuk e le Odeta. Dua ndihmë edhe nga juve, dua ndihmë edhe nga avukati, unë po e them dhe ai ta dëgjojë. Kam shpresë që ta dëgjojë. Unë nuk e le këtë çështje Odeta. Jam shumë e lënduar sepse kam punuar një nen, unë nuk jam një nen as e TikTokeve, as e Facebookeve. Më Facebook kam. Për të hapur një messenger për të folur, ose ju shikoj kur kohën e lirë që jam në punë për qefin tim. Unë jam një nenë shumë e lodhur, me 3 fëmijë, kam punuar që kam ndërtuar atë shtëpi, është shumë e drejtë që unë e kisha pa leje, e them publikisht, nuk e mohoj. Po mos ma mohojnë ata që unë e kam jetuar 30 vjet. Dhe këtë nuk e kupton një gjë. Kur Shega, unë kam video, do ta dërgoj ta dëgjosh. Kam shumë video Odeta. Ku ka erdhur IKMT e Korçës dhe nuk e ka prishur shpinë. Ka erdhur krye inspektori Erdina Asa, Hasha, nuk ja di mirë, Ministria e Brendshme nga Drejtoria e Inspektoriatit të Territorit dhe Planifikimit, më kanë erdhur shumë gjoba Odeta, që unë si kam paguar. Ku janë sot ata që më kanë dërguar mua ato gjoba? Ku janë? Po për çfarë? 6 milion leka. Për çfarë ti vun gjobat? Nuk e di. Ministria e Inspektorit të Territorit dhe Planifikimit. Nuk e di çfarë janë këto gjëra. Ka erdhur bashkia, më ka thënë për 10 ditë të liro shpinë, të heqësh sendet. Ku unë i kam shpën një fletë nga prokuroria dhe është e hequr. Çfarë ka bërë bashkia? Me atë pronë që ajo është monument kulture dhe sot e ka prishur zotëria, ku është bashkia e Korçës që nuk është përgjigjur? Po përgjigjet në një familje thot nxirë robat jashtë? Ç'lidhje ka Misheli? Misheli e ka monument kulture atë, pjesë që ajo e ka prishur. Janë shumë pjesëtar aty, ka bërë shitje në tjetri dhe sot është prishur. Si e ka lejuar bashkia e Korçës? Edhe vjen në një familje pa krah, vjen i thot dil jashtë, i rëzon dhe shpinë. Edhe vjen i IKMT nga Tirana, që e prish pjesën e korridorit dhe banjës time, vjen i IKMT e Tiranës. Sepse IKMT e Korçës nuk mori pjesë. Policia nuk merr pjesë. Policia merr pjesë vetëm që aty mos ndodhin konflikte. Kaq, unë i kam video. Ku qanë djali, qanë çupa, qanë fëmija. Turp të kenë, Odeta. Të ketë turp shteti, ku është shteti? Merret me familje të varfra. Unë vërtet jam në Amerikë. Nuk jam miliardere se unë 8 vjet kam. Unë me zilava borxhet, që i ka.
Qartë. Unë e Ti, shpeshherë të më besosh Odeta, me shpirt të flas si motër, edhe si një nënë e 3 fëmijëve. Entela. Me roba qetësi e kam ngritur atë shtëpi. Çika, edhe me 2 duar muzikant që punonte buri, e me një tricikël me 3 rrota. Se s'kishim të ardhura. Turp të ketë shteti. Çfarë po bën? Të besoj. I jam lutur palës blerse, më jep një hyrje 2 dhoma në kuzhinë edhe iki unë. Nuk të njoh më ka thënë. Njoh vetëm Ngjellush Axhinë për Vjeri. Se Vjeri figuronte, nuk merrnim dot akt trashëgimin Odeta. Por me sa Sot, unë do ta hedh poshtë atë gjyq. Që ata pretendojnë në shega, do ta hedh poshtë shegën, po pra, këtu edhe shtetin unë kam që është bërë shitës. Unë kam përshtypjen që konfliktet e vjetra që kanë qenë mes shegës, me vjerën tuaj, me ju, mënyrën se si e ka... Jo, me neve s'kishte gjë Odeta ajo. Ajo s'ka dashur dhe s'ka folur me neve. Unë e them publikisht edhe le të dalë këtu. Ajo është një natyrë e egër. Është një natyrë e egër. I ka fërkuar krahët gjithmonë kunetërve, tim, ati të dytit njërë sidomos, ja ju shumë i qetë. Edhe ka bërë që ka dashur qeti. Sepse nusja e Xhaxhait burrit tënd, pra, ajo, le të themi, bëri... Ajo fliste me neve, edhe me Vjerën. Vërtet të kishin në një konflikt, se ajo Vjera time ka qenë shumë e qetë. Ajo i ka sill problemet, gjithmonë, ishte kundërshtare për çdo gjë, ose juve nuk kërkoni tapi, ku keni qenë kaq vjet, s'ka burra kjo shtëpi, ca gjëra budallalla që kot. Kjo s'ka lidhje tani, s'ka burra kjo shtëpia, e pron që është jotja, është e jotja. Tjetër është shgon nga Vjerri, e ka burri jota, është... E po ajo rindi që doli tapia, edhe sepse dyert mbylleshin Odeta, kudo. Kjo tash ishte në Greqi, fitoi ca leka, erdhi Zurica, po s'është vetëm me mua, jo. Do dërgoj dhe një video unë ty ta dëgjosh, me një palë tjetër ngjitur. Çfarë bën ajo? Sepse këtë shtëpi e kanë blerë në gjyshi i kësaj që kjo ka konfliktin. Dhe ajo e ka tapin e vjetër. E qartë. Po paraja, sot ngre ujën në të përpjet, nuk di çfarë të thotë Ndela. Nuk di, korrupsion i gjallë në Shqipëri. Unë i di këto, unë i di. Unë jetoj në Shqipëri, se ti ketë vite që kur korrupsioni... Po, prandaj ne rendim në Odeta, e zë shembull, rendim në një tjetër ose në një tjetër, si të marrim zgjidhje se në zyrat janë kuthret qameti. Çfarë të them Odeta? Dhe kjo është fatkeqësia me madhe, sinqerisht. Nuk di çfarë të them. Unë dua të jap shpjegim shega, ku do ta dërgoj unë në video, do ta dërgoj, ku ajo foto. Merreni, shtëpia tuaj është. Merreni. Përpiquni. Ka ligje, unë punoj me ligje. Shko gjeni në ligji. Këto llafe thot ajo. Të kuptoj, je irrituar e mërzitur sepse të marrim shumë jam Odeta, kam 9 vjet Odeta, kam 9 vjet që përpiqem vet. Nuk futim burrat Odeta se s'duam shere, s'duam konflikte, s'duam gjëra të tjera. Unë dhe kunatit i them ti s'ke punë, ti nuk ke punë. Ti mbyll derën, s'ke punë, thirr policinë, ja kam thënë dhe këtë. Bëj denoncim ti, i kam thënë. Pse bëjnë ata denoncim? Pse i lejon ata? Kur ti të vjen ai te atë kanal, Pse nuk thret policinë? Po ti nuk i lejohet. Nuk bëjnë denoncim Odeta. Duhet ta bëj denoncimin në polici kunat. Po, duhet ta bëj. Ja kam thënë me mira erë. Nuk vete. Dhe ai nuk ka drejt të hyjë në oborrin tuaj dhe të Jo, vërtet është bashkëpronar me mua, ai s'ka të drejtë në qoftë se unë se lejoj. Po, le të vita ndaj, me qenë se ai e ka bler. Le të marr metrot që ka dhe le të vazhdoj punën, por nuk ndahet ajo pronë Odeta. Po pse nuk ndahet? Nuk ndahet, se është pronë e përbashkët. Se s'ka si ndahet. Ai ka bler pjesën e nusës Xhaxhait. Ja të ta thotë Ndela. Pse? Sepse
Kur shega, se shpresa ka marrë 1/4. Luli ka marrë 1, Angjëllushi ka marrë 1/4, ajo ka marrë 1/6, më fal, 1/6 ka marrë motra e Vjerit dhe Vjeri. Dhe kjo ka marrë 4/6. Ku i gjeti kjo këto 4/6? Ku i gjeti tër këtë pasuri kjo? Ka marrë shpinë time, ka marrë pjesën e palës tjetër që është në gjyq prapë me atë. Ja kështu e ka atë ajo. Tashi, kur kjo ka 4/6, ka shumë të jo truall shtëpie, po ka shumë pjesë obori që në qovë se bëhet mur në mes të shtëpisë që të ndajnë shtëpitë, kjo ka obor nga pjesa e Vjerit, që nuk e merr dot, prandaj nuk ndahet. Pra është bërë një lëmsh aty në pronën tuaj që... Lëmsh, po, prandaj nuk ndahet, është pronë e pandar ajo. Po s'u more vesh, po unë tashi dua dhe me gjyqin që po bëj, dua që unë ta fitoj me parashkrim fitu, sepse kam 30 vjet atje. Edhe këtë nuk e mohon dot shega, si kur bota përmbys të kthehet, sepse ku ka qenë shega 30 vjet, që mua më ka lejuar të jetoj në atë shtëpi, sepse nuk është pronë e shegës. Shega në 2012 mund ta ketë bërë legalizim. Po vitet e tjera ku ka qenë shega? E qartë. Kush ka jetuar në atë shtëpi, kam jetuar unë. Ose që në 2012 që ajo ka bërë legalizim. Pse më ka lënë mua të jetoj? Pse se ka kërkuar? Pse s'ka bërë gjyq ajo të thotë kjo jeton në pronën time? Ja, sepse aty jetoj unë, atë ndërtesë e kam ndërtuar unë. Ose Michel Pili që e ka bler atë pjesë që mua ma prishi. Atë pjesë që ma prishi. Aty ishte kishte vlerë më shumë ndërtesa se sa trualli. Si vjen ma prish mua ati? Si vjen ma prish? Me shtë drejt. Me shoqërit që ka në për Tirana, në për IKMT e Tiranës. Edhe neve pa krah, vjen dhe një polici ruan konfliktet aty, qanin fëmia, djali ma ka ngritur babi me djerës, unë si le, unë si be, që nuk i kujtoj dot këto gjera odeta. Ja, kështu ka ndodhur. Do t'i dërgoj unë, do t'i dërgoj videot, të shikosh dhe policinë, edhe IKMT-n e Tiranës, edhe fëmijët kur qanin, ti dëgjosh të tëra. Ja kështu. E dashur Entela, unë jam e sigur që zonja Shege në ndjek. Nuk e di këtë, nuk e di ata ndjek, nuk e di odeta, nuk e di. Besoj që live-et e mia ndiqen dhe ajo e ndjek. Uroj që të reagoj. Përpara se të të falenderoj dhe të them mirupafshim, kërkon t'i thosh diçka zonjës Shege? Po, unë kërkoj që gjyqet e saj do idhen poshtë, çdo dokument që ka marrë ajo, edhe shpresa, aju Vaska Micani, buri shpresës, ta mbajë fjalën si që ka thënë që atë shtëpi e ka ngritur nipi i gruas. Edhe alloja të thotë, alloja unë si kam edhur në njërë faj, se ajo është nuk di, të ta them troç, nuk merret me këto punë, me këtë është marrë Shega me Vaskën, me Vasil Micani. Të dy i kanë bërë këto. Dhe Vasili të thotë këtë, si që ka thënë gjithmonë, atë shtëpi e ka nipi. Unë dhe ajo vërtet mori pjesën e gruas, 1/6, si që mori dhe Vjeri tim. Po, pse alloja e ka të ndisi nipin, e la nipin dherë në këtë gjendje sa të dalë në djali me 2 fëmijë jashtë, atere, gabimin më të madh e ka bërë që odi firmë, se deshte leka të drejtë kishte, mori ato që kishte për të marrë, po pse ju dhimbs gjatë kunata më shumë se nipi me 2 fëmijë të vegjël? Pse ta idhte nipi në rrugë? Dhe unë kërkoj vetëm drejtësi. Vetëm drejtësi. Në qovë se Shega nuk është fajtore, ose nuk ka blerë pronën që unë kam bërë ndërtesë,
Unë as e kam sharë, as e kam ofenduar, as e kam telefonuar. Nuk e di, unë mos them një më shumë jam marrë me Blersin, jam lutur që më dëm shpërble për këtë që po më prish. Dhe mere, ama më jep, ti vazhdo bëj punime çfarë duash, unë nuk të ndaloj, dhe s'më duhet çfarë ke bërë ti, dhe çfarë ke prishur ti. E qartë, e kuptova. Po në vazhdim do bëjnë këto gjëra. Unë uroj dhe shpresoj që zonja Shege të reagoj, uroj Entela që me çështën që... Nuk e besoj Odeta. Është një natyrë ti telefonoje, edhe shpresën telefonoje, le të thotë shpresa që unë po të ke marrë kaq nga prona e babait të saj, as 1 centimetër, as 1 milimetër. Unë jam në pronë shtetërore. Atë pronë shteti më gjetën mua pak ra dhe nuk e dinja që bëshin legalizime, edhe vajti legalizovi ajo në 2012 dhe e filmori. Po nuk e merr dot Odeta. Nuk e merr dot. I dhe të poshtë ajo, që ka bërë ajo. E dashur Entela, ne të dyja do mbetemi bashkë në kontakt, do të më japësh dhe mua kohën për të folur, diskutuar me avokatët të cilët unë procedoj, dhe ta uroj me zemër që, siç e the, drejtësia të shkojë në vend, uroj që dhe drejtësia për ty të shkojë në vend. Po, nëse s'më takon, le mos më takoj. Nuk dua të më shqetësojë, nuk ka punë dhe me kunatin, ajo është një pronë e pandar. Ajo po t'jeti Zoti ta ndajë, okej. Nëse mua jam lutur, na jep dy hyrje, një kunatit, një neve. Se ajo e di shtëpinë, ajo ka erdhur shtëpinë time. Nuk jeton te Shega atje, që ajo e blet. Ajo ndërton pallat aty? Ajo ka ndërtuar hotel atje. Është bërë hotel i madh. E qartë. Në një zonë ajo ka bërë shumë gjëra, unë s'dua të flas, nuk dua të flas. Po të flisnja privatisht me ty, po publikisht jo, nuk dua. As kam punë. Po tash me qenë se ajo deri më sot mua nuk më ka pranuar, unë sot atë nuk e pranoj. Unë dua do fitoj gjyqet, edhe dua të ma bëj shtëpinë në gjendjen që e kisha. Kaq. Dhe nuk dua shqetësime të na shqetësoj. Ajo le ta zgjidhë me Shegën dhe jo të na dëmtoj neve. Kaq dua. Sot s'dua të më lutet ai. Dua të fitoj gjyqin dhe të ma ngresh shtëpinë në gjendjen që unë e kisha. Kaq. Ti jetoj djali si njeri. Ose unë kur të vit dua të kem një derë ty. E qartë, kuptoj, në pronën tënde. Kaq Odeta. Nuk kam dëmtuar njeri dhe s'dua të më dëmtojnë. Kam folur. Nuk kam pasur konflikte me Shegën. Shega është një tip që kur dua unë të flas, kur s'dua mos të flas. Me allon s'kam gjë, po e them, nuk kam pasur gjë, ka vajzat të nderuara, të respektuara për mua. Unë e kam me Vasil Micanin edhe me Shegën Axhi. Kaq. Që më kanë sjell demin psikologjikisht, ekonomikisht, edhe nuk e di monetarisht. Entela, të uroj fat, do mbetemi bashkë në kontakt dhe sinqerisht më vjen keq për gjithë ngjarjet që të kanë ndodhur. Shumë faleminderit Odeta, të përshëndes edhe unë, të uroj gjithë të mirat dhe bravo për emisionet që jepni për qytetarët. Nuk di çfarë të them Odeta, të falenderoj jashtëmase. Të falenderoj. Mirupafshim dhe punë të mbarë. Mirupafshim zemër. Mirë, do vazhdojmë të qëndrojmë sërish live bashkë dashur miq për të vazhduar me një tjetër histori për të gjithë besnikët e live-ve të mia, audienca ime që më ndjek çdo paradite, e një historinë që do prezantoj në këtë moment. Bëhet fjalë për Mirsadën, nënën e një vajze të vogël që ka ngelur e vetme pasi bashorti i ka përfunduar në burg. Mirsada ka qenë përpara disa ditëve këtu në live me Odetën dhe ka treguar historinë e bashorit të saj se si rapre e mashtrimeve të shokut të tij të ngushtë dhe ky fundit e futi në burg. Unë në kam burg, me ka ndër nuk 4 vjetë, se morën telefonë dhe iku, i thomë ku për shkon? Erdha, iku dhe që ditë nuk kërë në shpi. Edhe vazhdojmë në thonë drejtë, vazhdojmë që të qoj se nuk jam su kur e si hem mundo. A din nuk gjitha ndo kur. Gjithë kom bosh. Po burë e ma si për faj, shumë i s'ka faj. Se e ka në fut në kur, se e ka në bërë këtë punë. Nuk e di, as vetë nuk e di, se aj nuk kam mërë kur me këta gjona. As i herë. Shumë. Duke shpia bosh për te. Me të thonë drejta, na shumë e fështia, shumë rëmë për mu. Të besoj. Se unë te kam prit,
Me provu ka shpi, ta me më hangër. Duhet të tia kam prit. Unë do t'i thosha, nëse e dën jetën, ti e pa të lek. Nëse nuk e dën jetën, a i do shduke të fosha dhe ju të e sjetan mo. Sa det burri për burkut. Ndërkohë, Marsida sot kërkon të jetë sërish live me mua, pasi 24 orë përpara ajo ka qenë në Burg, ka vizituar bashortin e saj, ka marrë lejen e tij dhe kërkon të flasë sërish, pasi në live-in e parë ajo ka mbajtur shumë rezerva. Sot kërkon të tregojë të vërtetën mbi historinë jo vetëm të bashkëshortit, por të shokut të bashortit të saj, ku ky fundit ka kërkuar ta abuzojë, më saktë ka gacmuar seksualisht dhe ka tentuar ta abuzojë me Mirsadën. Por çfarë ka ndodhur me më shumë detaje, ne do ta dëgjojmë këtë denoncim, kështu që hapritaren dhe ftoj. Marsida, përshëndetje. Përshëndetje të ta. Ne jemi të dyja së bashku sot në këtë live, këtu në live me Odetën, sepse ti ke për të bërë një denoncim në lidhje me shokun e bashortit tënd. Po. Ndoshta kur ne kemi folur të dyja, ti nuk i ke treguar të gjitha dhe ke dashur të mbash rezerva, por dua të të bëj një pyetje. Pse vendose sot ti tregosh të gjitha? Po, sot isha në të bashortin Burg, shkoja bashortin dhe mora më shumë zona, edhe vendosa që të marrë prap edhe të tregoj historinë. Atëherë po të dëgjoj, Marsida, çfarë ka ndodhur? Ishte një ditë në Velipoj. Do të thënë, e kemi njohur, po jo se kam pasur në muhabet me te. Kur themi ishim një ditë në Velipoj, bëhet fjalë për çfarë kohe? A do të thënë nuk kam pas muhabetun në te, por burin e pas shok. Pra, të lutem, që të jemi korrekt dhe të kuptohemi edhe për audiencën. Marsida, bëhet fjalë për shokun e burrit, që ti do ta denoncosh ditën e sotme dhe ke vendosur të tregosh të tjera detaje më të forta. Ky person, kur e keni njohur ju, për çfarë kohe bëhet fjalë? Para sa muajve? Ka vite, dhe me thonë, ka vite se une, kur jam martuar në fillim, jam vjen nuse e, edhe djali hasi imi e kisha punëtor, dhe me thënë që shishin syze. Pra, Aty dhe më jam njohur, dhe thonë, ju se kam pasur muhabet me te, po si ke njohur lolle, mirë pafshim, me kështu, dhe me thënë, nuk kam pasur muhabet me te unë, dhe të mburim. shoku i burrit tënd, që ti e ke njohur që kur ke qenë nuse, ke vajtur nuse në shtëpinë e tij, pra i bie të kesh shumë vite që e njeh këtë person. Po. Por çfarë ka Po ndodhur? jo se kam pasur muhabet me te, nuk kam pasur muhabet. E qartë, ka qenë shoku i burrit tënd, ti ke pasur një mirëmëngjes, një mirupafshim. E ke respektuar si shokun e burrit. Po. Por çfarë ka ndodhur tashmë me shokun e burrit që ti kërkon ta denoncosh? Isha i ditë në shtëpi, vetëm. Po, Edhe po vjen. Në shtëpi. ai ka ardhur në shtëpinë tënde kur ti ishe vetëm. Po. Po, Po s'ka di gjak. Edhe se burin e kështë marrë një telefon, me marrë për disa ditë se nuk ishte telefon vetaj. po, Edhe me vjen në shtëpi. A mu të të ri, jo i sa vesi, nuk mund të është, isha në nëse re. Nuk mund të është e tonë, se nuk e ka burin tu. po, Ka shkuar, e ka të ku, e ka thënë ka dhënë shumë pintande. Burin ka dhënë një shku. Që ki dash ka dhënë një shpritime, se unë nuk kam kënë. Që s'kan di gjë. Ate më dhënë e vazhdoj kë, çfarë vazhdon? atë gjëra, dhe më thënë, që nuk më pëlqyen. Ti po tregon që ai të ka gacmuar, shoku i burrit të ka gacmuar. Po. E dashur Marsida, ti po më tregon që shoku i burrit filloi të gacmonte ty. Po, vetëm të mua. Por në ç'kuptim, sepse pse ai ka ardhur një herë te dera jote dhe ka trokitur të kërkoj burrin dhe ti se ke qasur në shtëpi, nuk mund të quhet një gacmim. Domethënë pse ti sot e denoncon që ai të ka gacmuar? Jo, kanë qenë në herë tjera që më ka gacmu. Ato gjëra që ka dashur ajo nuk e ka pranuar dot. As nuk i pranoj. Ai ka pasur edhe një qia të unë jo. Që do burrin që kam, nuk duhe me pas edhe tjetër.
Por kjo ka ndodhur që kur ti ke qenë nuse e re në atë shtëpi? Edhe atë e bërë bapa ma shumë, që shkumë në Vili Po e thonë, Vili Po e kam punu. Po. Kam shite të deshta ndarke, shqisha me në fnisha i vita aty. Nuk nga thonte. Marsida, duke ditur që pas ka shumë vite që ky person të pas ka gacmuar, burri juaj si e mbante si shok? Nuk isha ankuar ti te bashorti që ky njeri po më sjell shqetësime dhe probleme? Po kësë të nuk është të ashtu. Nuk e besonte. Ndërsa i ditë më thane, tash në që ky tash nuk është në terezi, tash më gëtun shumë. Me blende gjare të më të kurdesha me shikë, në vinë të aty, më ndë më ndërse jo që i burë tim. Se kërë një mund të më dhe me vërgu qatër, të shazonët, atë? Po, në Vili Poj, po. Kërë vitet e unë të kështë i shanë. Edhe në Vili Poj, në vaj që i isha, kërë në më hekë të shqytë, rritë në më. Po mirë, në momentin që burri jo të besoj që ky po të gacmonte dhe nuk po të linte rehat, burri juaj pse e mbajti prapë si shok? Jo, mama për më thani, nuk dhe kjo gjo, që më gacmonte prapë të shumë, më thani e ka fut në burë, që më thani me kemë dhja shumë gacmon prapë. Pra, ju po denonconi që ai ka bërë diçka të keqe burrit tënd dhe burri juaj përfundoi në burg që ai të kishte marrëdhënie me ty, të vazhdonte gacmimet ndaj teje. Po. Por pse nuk e ke denoncuar në polici kur je ndjerë e kërcënuar, e përndjekur nga një person? Pse nuk e shkuar ta denoncosh në polici? Po, nuk di ku është. Po, pa rëndësi ka ta dish ti se ku është. Ti ke një emër, ke një mbiemër dhe shkon e denoncon në polici. Që ky person po të përndjek dhe nuk po të lë rehat. Shumë problem, nuk di që fa bëjtë një gjë. Andi është sot ti e kërcënuar nga ky person? E kërcënuar një më shumë, po edhe rahat të më thënë nuk e di kam frikë, nuk e di që më të bëjtë, që nuk më ndodhi, nuk e di. Çfarë frike ke? Fakti që ke burri në burg dhe je vetme, ke frikë nga shoku i burrit se ndoshta ai mund të bëjë diçka ndaj teje? Mund të bje diken, mund të vi veta, nuk e di, kam shumë frikë. Kur ka Se kur ka qenë më nëshu, kur që ne vetëm, preferim në vetëm. Kur ka qenë hera e fundi që le të themi ai të ka përndjekur dhe ti ke pasur frikë nga ai person? Kur ka ndodhur? Hera e fundit, të më thënë që tash para 2 viteve që kam kërku, më bëri shumë mrapa. Unë nuk e pash, isha me shpinë, tuk e bletë, sa thash edhe që të në nuk që po në bashkë, nuk më bëni kështu, më bëni kështu. Vetëm më shokoj. Ka dhënë në treba, ka dhënë të rinë, kërë e thash për më e më kur këthejmë dhe shofate. E di kërkova, njët e borgji që ka, se i kishte, unë nuk disha gjatë e, dhe me thënë nuk i kishte borgj, pa e i kishte borgj, burit tim. 10.000 euro i kishte borgj, unë nuk e kem ditë. Ma tha sot. Këto 10.000 euro, për çfarë ja kishte thënë burri juaj që ai ja ka borxh dhe ti kërkon dhe parat që të kthehen? Nuk e di, ai tha, mi ka tha borxh ta, si mi ka marrë për e madhe, më rrugusha zona, nuk e di, më thënë, por më tha që mi ka borxh. Tash Marsida, ajo që unë të këshilloj është që ti drejtohesh policisë dhe të bësh një denoncim për këtë person i cili të ka gacmuar dhe ti ndjehesh e friksuar. Të bësh një denoncim që ai ka marrë disa para borxh bashortit tënd dhe nuk ja kthen këto para dhe është zhdukur. Ta jap si këshill ta bësh të denoncim në polici dhe po të dëgjoj. Në thash se po e bëjmë bashkë. Jo, ne denoncimi po e bëjmë bashkë të dyja, jemi live këtu në dritaren time. Por gjithë problemi është që çfarë kërkon ti prej meje, si të ndihmoj unë ty? Po ndoshta në i policia, në i avokat, që më thonë që të kapim me atë.
Se është kuj burin gjenimin të kuj në vej. Po pra, por unë si gazetare nuk mund të ofroj ty një polic. Ti e ke komisariatin në qytetin e Shkodrës, Marsida. Shko në komisariat dhe tregon ngjarjen. Njerëzit që kanë frikë të flasin më shumë vuajnë nga problemi. Mos ke frikë të flasësh dhe të tregosh të vërtetën. Të shkosh në polici dhe të bësh të denoncim. Pse e ke frikën të shkosh në polici? Ti nuk e frikë të hysh në një dritare, në një live që ndiqesh nga audienca dhe ke frikë të shkosh në polici. Unë që më në jo të gjona nuk i di të thëmë drejtën po. Nuk i di, në thëmë, që shkoj në polici, nuk kam shku në jarë. Dhe që më ka vrahali, do më thënë që ku të burim bërë dhe po i di e më shtyr. Të nësi më marë kur më të gjëve. Si, ti nuk e din boj, e di të më thënë unë. E qartë, nuk të ka lidhur asnjëherë puna me policinë dhe këtë vështirë. E dashur Mirsada, padyshim që ne do flasim pas kuintave dhe do të ndihmoj, por më thej që takova burrin dhe isha në burg dhe kishe takim dje me bashortin. Çfarë të thaj konkretisht? Se ti i tregove që kam folur me Odetën, kam qenë në live me Odetën. Çfarë të thaj? E këtë ishën që të tregova më ty, ma tha, po i tha, po të ka me Odetën ta dhe tregoja ta vërtetën ta, të si që është. Pra le të themi ti ke marrë edhe miratimin e bashortit që të hysh në këtë live dhe të tregosh këtë histori. Po. Kërkon ditën e... Sot gjitha, edhe unë tjeta është dy dhe më thonë, të si ka ndohë, për vërteta. Kërkon të bësh një mesazh ditën e sotme? Për gjithë të ngjarje të rëndë? Për mua është e rëndë, të gacmoj seksualisht shoku i burrit. Dhe për mua është shumë e rëndë. Padyshim që për ty është e rëndë dhe ti e ke përjetuar, por ti aman ke heshtur, gjithë këto vite ke heshtur. Ai të ka gacmuar, të ka përndjekur dhe ti ke heshtur, nuk e marr kurajën të denoncosh në polici. Një person që të ka bërë gacmime. Ta thashe dhe ja, unë nuk jam më me në policia dhe nuk di... Po kjo nuk do të thotë, Marsida, të lutem, se këtë gjë e them dhe për të gjithë ata që na ndjekin. Kjo nuk do të thotë që unë nuk kam shkuar asnjëherë në polici dhe nuk do shkoj në polici. Gjithmonë kanë një herë të parë. Nëse ne si qytetar ndjehemi të rrezikuar nga X person, prandaj është policia, të denoncojmë. Po unë më ta tham dhe nuk di ku e policia e herë. Unë nuk e di. Po ti nuk e jetuar e ngujuar brenda në shtëpi dhe nuk di se ku është policia në Shkodër. Se je shkodrane dhe mos di se ku është policia. Unë jam për Shkodrës, po në rrugë të Shkodrës unë nuk i di. Po se më kam vojtë dhe dollën. Marsida, e qartë e kuptoj që je një vajzë e padal dhe nuk i di institucionet. Gjithsesi unë të jap këshillën që shko në polici, bëj denoncimin, do ta kesh mbështetjen time. Fakti që je në këtë dritare dhe po e shpreh shqetësimin dhe kërkon ndihmë dhe kërkon që ai person të dëgjojë dhe nëse ai do reagoj dhe kërkon një përballje me ty, je ti në gjendje të jesh përballë atij personi? Po, jam gati. Je gati të përballesh nëse ai e kërkon një përballje? Po. I kërkoj përballje dhe e kërkoj që ai të futet edhe ai në burg. Ta me djenimin e meritum. Marsida, më falë që të bëj këtë pyetje. Andoshta është kjo një akmarrje, fakti që burri juaj është në burg dhe ti po akmerresh në të lloj forme me këtë person, sepse logjikisht një person që të ka gacmuar për vite të tëra dhe ti ke heshtur dhe sot vendos të reagosh, ngresh shumë pikë pyetje. A është kjo një akmarrje që ti po bën ndaj këtij personi? Jo. Nuk është të madhe, për në të vërtetë që e ndohë. Po, për mua është e përfaqshme, unë nuk e faqë, asnjëherë. Ai person ndodhet po në qytetin e Shkodrës? Në Shkodër e di, unë se më gjatë se kur unë nuk e di vetë se Shkodër e di së të.
por ti nuk ke kontakte me të, para 2 viteve, se burri të futej në burg, e ke takuar për herë të fundi dhe s'ke më kontakte. Jo, edhe Messenger që e ka, 2 numër që kam thirrë, 2 numër, nuk kam numër, po Messenger, din? Edhe nuk del. E dashur, nuk dua të mbaj gjatë në këtë live, do doja të bëja shumë pyetje, por realisht nuk dua të vendos në siklet, ndoshta ti ke hyrë në këtë dritare të kërkosh ndihmë si një grua e padale ta quajmë, që ndoshta për shkak të mungesës së informacionit ke rënë pre e gjithçkaje, por do ta mbyll me një mesazh që i drejtohesh pikërisht shokut të burrit. Unë nuk e fol hiç. Edhe të pagun atë që ka, edhe të marrë dhe një vini meritu, ti që e meritan. Unë uroj dhe shpresoj që nëse ai person vërtet ka gacmuar, le të themi, ka futur burrin tuaj në burg, pa drejtësisht, dhe vetë është jashtë, ka bërë gjithçka që të dëmtoj familjen tënde, është e rëndë dhe uroj të zbaret kjo e vërtet dhe këta njerëz që veprojnë kështu padyshim që duhet marrin dënimin e merituar dhe ty të uroj gjithë të mirat e dashur Marsida. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për ditën e sotme. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të këtij live-i. Ne bashkë do i takojmë sërish nesër. Mos harroni, unë jam live çdo ditë ora 10 këtu në kanalin tim në YouTube, por nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar apo keni një eksperiencë të bukur për të ndarë, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook, apo edhe në TikTok me emrin Odeta Dume Mandro, dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëjni pjesë e kanalit tim këtu në YouTube, ku çdo paradite ora 10 më keni live me këto histori reale njerëzore, histori shqiptare që vijnë nga jo vetëm brenda territorit të Shqipërisë, po kudo ku ka shqiptar nga diaspora. Faleminderit që më ndiqni, faleminderit që më mbështesni. Takohemi nesër. Mirupafshim.